çifti mashkull femën duhen mi pas, a i them s'paku 10 vjetë diferencë. Unë kom pas një lidhje ku kom pas bashkëmoshatare, po në shumicën e rasteve kom pas lidhet me persona ma të ri. Kisha pas qef, unë t'i kisha pas një 5-6 vjetë ma pak kisha pas qef. Femnat, biologjikisht, po edhe në çdo aspekt pjekën ma shpejt se mashkull. Që ne nuk e kena bisedu fare, kena bisedu natyrisht kur janë ma njerëz me neve. Kjo diferencë mosh neve na bën që edhe ma mirë ta kuptojmë njëri tjetrin. Çifti mashkull femën duhen mi pas, a i them s'paku 10 vjetë diferencë. Edhe për shumë arsye, mas pari femnat biologjikisht, po edhe në çdo aspekt pjekën ma shpejt se mashkull. Edhe tash një qift, një djalë, një vajzë 20 vjeçare, edhe këta djemë 20 vjeçar, dojnë folë për kere, motora, edhe e kam pak një stil tjetër. Vajzat e kanë te kalu në shtetë kur i kanë pas 14-15 vjetë, sepse është natyrale që të qenë shoqni me njerëz më të vjetër, pjek është ma shpejt, ndoshta edhe kjo është. Kështu që unë definitivisht mendoj që duhet të ketë një diferencë për këta njerëz, nuk mendoj që bashkëmestratarët janë çift ideal. Ideal, okej, po. Unë kom pas një lidhje ku kom pas bashkëmoshatare, po në shumicën e rasteve kom pas lidhet me persona ma të ri. Kështu që në djolla këtë temë kena kështu që ne nuk e kena bisedu fare, kena bisedu natyrisht kur janë ma njerëz me neve. Po asaj ti kish pengu kjo si shiu me mua, mund kish pengu nuk kisha lidh me te. Po, shumë e E vërtet. mendoj që ndoshta kjo diferencë mosh neve na bën që edhe ma mirë ta kuptojmë njëri tjetrin, sepse une, po edhe ajo në këtë rast, mendojmë që kjo lidhet funksionën qështu është. Tash, kisha pas qef, unë t'i kisha pas një 5-6 vjetë ma pak kisha pas qef, po jashtë nuk i kam. Nuk i kam bash, po mbi gjithar që kjo harmonia dhe komunikimi qelsi për gjithë shka. Mosha me të vërtet nuk është e dun shumë rol, që veç është edhe rastet të ju, po kemi shumë raste që nuk din qysh me menaxhu. Pastaj sërmendojnë shumë, dallimin mosh, njerëzit veç flasin, tash është edhe pjesa e gjykimit, po edhe pjesa qysh me menaxhu dëshirat, mendimet e kundërta. Është një farë lloj mos menaxhimi te kjo pjesa që veç din me... A din që është, tash Diola është një femën e bukur. Jashtë asaj edhe para gjykimi fillon edhe përfundon që atë. Kërkush nuk e këshy Diolën që Diola i ka 3 fakultete, që i ka 2 mastera në 2 doktoraturë. Tash një femën që i ka 37 vjetë, 38, gati, ajo edhe e ka tërë këtë përvojë të shkollës, mos foli që i ka dhe 13 vjetë përvojë pune, edhe të biznesit vjetë e tjera, kërkush nuk ja shikon atë pjesë. E tash, realisht një moshatar i saj, mashkull, vështirë pak ka mashkull, tem që në qatë mosh kanë mri sa ka mri kjo.